Prokuroria e Elbasanit ka goditur një skemë mashtrimi me fondet e ndihmës ekonomike me një dëm prej 12.500.000 lekësh të reja në buxhetin e shtetit. 6 funksionarë shtetëror në Elbasan janë vënë në mas sigurie pas një hetimi për abuzim me skemën e ndihmës ekonomike, ku dyshohet se është shkaktuar dëmi kolosal. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, u caktuan dhe u ekzekutuan masat e sigurimit të detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik, të parashikuara nga nenet 234-242 të Kodit Penal, ndaj 6 funksionarëve të shtetit, të identifikuar vetëm me inicialet AC, NB, AC, GS, LK, MK, përkatësisht me detyra administrator shoqëror, postier, drejtor drejtorie në Bashkinë e Elbasanit, specialist në drejtorinë rajonale, të dyshuar për kryerjen e veprave penale, si shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim, vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën, falsifikimi i dokumentave, hyrje e paautorizuar kompjuterike, e parashikuar nga nenet 248, 135, 192 të Kodit Penal. Procedimi penal ndaj këtyre shtetasve do të dërgohet për gjykim pasi është njoftuar akuza dhe kanë marrë statusin e të pandehurit. Hetimi mbi procedimin penal numër 395 datë 24/4/2025 nisën mbi bazën e kallëzimit të një qytetari, i cili pretendonte se abuzohej me skemën e ndihmës ekonomike, duke marrë shkas nga rasti i familjarëve të tij. Në kuadër të këtij procedimi penal, Prokuroria e Elbasanit në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në Drejtorinë e Policisë Elbasan, krye një hetim të plotë dhe të gjithanshëm, duke nxjerrë në pa abuzimet me fondet shtetërore sa i përket skemës së ndihmës ekonomike në nivele nga njësia administrative, qytet, qarku Elbasan. Hetimi është shtrirë vetëm në një njësi administrative të qarkut Elbasan për periudhën tetor 2024 korrik 2025 dhe ka rezultuar një dëm ekonomik për afërsisht në vlerën e 12.500.000 lekë të reja. Kjo ka ardhur si pasojë përfshirjes në skemën e ndihmës ekonomike pa të drejtë të familjeve përfituese, që nuk plotësonin kriteret ligjore për përfitim. Pas fillimit të hetimit penal, numri i familjeve përfituese është ulur konkretisht nga 320 familje përfituese në 110 familje. Në kuadër të këtij procedimi penal u arrit të provohet se funksionarët shtetëror në bashkëpunimi disë tyre kanë kryer veprime në kundërshtim me ligjin, duke mos administruar dokumentacionin e kërkuar, duke rritur fiktivisht të numrin e familjeve përfituese, duke përvetësuar pa të drejtë shuma monetare, si dhe duke mos ushtruar një kontroll efektiv në mënyrë që të ndalohej kjo veprimtari e palishme. Në vijim, Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan shpreh angazhimin për hetimin me përparësi të grup veprave që lidhen me krimet financiare në sferën publike dhe private, si dhe i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo lloj akti apo abuzimi me detyrën të çdo funksionari publik me qëllim vendosjen e tyre përpara përgjegjësisë penale.